Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 15 mars të 2025. Duket se është një ditë paksa e vështirë në lidhje me komunikimin, në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë, sepse kemi të bëjmë me Mërkurin në retrograd, ku kthehet sot dhe do të zgjasë deri më datën 7 prill të 2025. Kjo krijon në fakt jo diçka të madhe, por disa vonesa, disa vështirësi komunikimi, udhëtime, keq kuptime, por mirë është që të jeni pak të vëmendshëm. Apo të ndryshoni diçka, nëse nuk keni probleme me të shkuarën, është mirë që të shikoni çfarë do të bëni, sepse mund të ndryshoni mendim. Prandaj do të keni kujdes në këtë ditë, pra që nëse keni bisedime, por nuk mbarojnë aty, jeni të sigurt që vazhdimësia do jetë më e mbarë. Megjithatë, duket se pikërisht kjo ditë ku Mërkuri shkon në retrograd tek Peshqit me datën 30 deri në 30, pastaj kthehet përsëri dhe deri në datën 13 janë shenjat impulsive që ndikojnë shumë, përkatësisht dashi, gaforja, peshorja, britsjapi, lidhje të parë, ndërsa nga data 30 i treti deri në datën 7/4 shenjat e ndryshueshme që kanë ndikime kanë binjakët, virgjëresha, shqiptarit dhe peshqit të dhjeticit të tretë. Pra, në përgjithësi po të shikoni, ka ndikime dhe vendime që mund të merren, por jo të nxituara, sepse duke pasur parasysh mënyrën se si vijnë gjërat ose koha kur ndodhin fenomenet, është mirë që të shikojmë se çfarë do të bëjmë. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe dëshironi një parashikim të detajuar nëpërmjet astrologu.al, atëherë kemi këtë faqen roz, e klikoni, e shikoni dhe duke parë gjërat se çfarë doni të blini, kë paketë ju intereson dhe duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje vendosni të dhënat, vendosni paketën që keni bler, numrin për katës të blerjes dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju kujtoni që në kohën që jemi live, dëshironi që të dërgoni një mesazh për veten tuaj, atëherë kemi këtë butonin këtu, e shikoni, e klikoni butonin e zilës dhe kjo na ndihmon që të japim informacione më tepër në lidhje me astrologjinë dhe gjëra të tjera. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, meqense Dashi duket se ka një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë dhe kërkohet vëmendje. Meqense kemi të bëjmë me Mërkurin në shenjën tuaj, miqtemi në shenjën së Dashit, sidomos dhjetëçi i parë, pa kujdes mos të nxitohet në vendime. Në çështjet e dashurisë duket se është e mbarë dhe jo problematike. Në anën e dashurisë, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me britsjap të dhjetëçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqense Demët kanë pasur mjaft çështje të lëna pezu, mirë po tani kjo duhet të pasur kujdes miqtemi të kësaj shenje, mos të nënshkruani kontrata apo marrëveshje të rëndësishme, sepse kërkojnë kontroll më tepër, kërkon kujdes, kërkojnë shumë gjëra, por nuk besoj se sot, nesër, për shembull, si diçtune që është, nuk e besoj që mund të keni një kontratë, por gjithmonë juve jeni i hap para për atë çka do të bëni. Kurse në dashuri, lidhjet afatgjatë duket se janë me britsjap dhe me luan të dhjetëçit parë, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këto aspekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët janë në fakt shenjat e ajrit, zakonisht marrin një ndikim, një drejtim tjetër, duke pasur parasysh tani në këtë periudhë, sepse ka një ndikim mjaft të madh në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Por njëkohësisht është një mundësi në lidhje me takime, në lidhje me vendime
që mund të merrni, por duhet keni kujdes juve të dhjetëdhjetit parë sepse gjërat mund mos jenë atje ku duhet, por më shumë kujdes do bëni nga data 30 deri më datën 7 prill, ku është harko kohor, ku në lidhje me vendime që mund të merrni ose mund keni një shtyrje të një kontrate, por pak rrezikare si ka që juve të jeni me këmbë tokë dhe mos të nxitoni në vendime apo ndryshime që mund të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me luan janë të mbara, pak vëmendje me akrep të dhjetëdhjetit të parë. Shkojmë tek shenja radhës, që janë gaforret. Përse përket gaforreve, duket se gaforret janë ndikimin më të madh që kanë bënë tani, edhe pse kanë ndikime shumë të lodhshme në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa gjëra që nuk janë favorin e tyre, por mundohen që të jenë të vëmendshëm. Por ditë e sotme kërkon vëmendje dhe kujdes. Pak kujdes të dhjetëdhjetit të dytë. Në dashuri, lidhjet me dëm dhe me peshore duken të mbara. Vjen tek shenja radhës janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët janë mjaft të ndikuar këtë periudhë, edhe pse si shenja zjarri kanë shumë gjëra që do të ndikojnë dhe do të arrijnë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por këtu kërkohet shumë kujdes në shpenzime sepse nuk është kohë e mirë për të bërë shpenzime të mëdha. Por gjithsesi, në këtë periudhë është momenti dhe koha që të prisni pak se çfarë do të bëni dhe pastaj të rregulloni të stabilizoni gjërat. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me akrep duken të mbara, pak vëmendje me peshk. Shkojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për sa përket vendimeve, ndryshimeve dhe çështjeve të punës. Është një moment shumë pozitiv, është një moment që vërtet juve keni gjitha mundësitë për sa i përket ndryshimit dhe marrje vendime të rëndësishme, por këtu kërkon vëmendje, mos u nxitoni në këto drejtime sepse nuk është në favorin tuaj. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetar dhe me dëm, duken të mbara, por me peshk duket se keni bashkim familjar, por kujdes nga debatet sepse kjo ditë dhe deri në kohën që unë thash, duhet pasur kujdes. Shkojmë tek shenja radhës, janë peshoret. Përse përket shenjës së peshores, me qenë se peshorët duket se kjo është një periudhë pak a shumë në ndikime dhe ndikime të mëdha që ka të bëjnë, por nuk besoj se ka një problem shqetësues tani përse përket peshoreve, por peshorët duket se mbas datës 30, sepse 30 nga data 30 që kanë bëjnë se shkon në retrograd tek Peshqit, dhe juve ndikoheni mjaft në këtë aspekt, por ajo çka do të keni kujdes deri me datën 30, juve të dhjetëdhjetit të dytë bëni kujdes mos u nxitoni në çështje kontratas apo diçka tjetër, sepse kjo periudhë nuk është ajo e duhura, por është paksa problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akrepit. Për akrepët, në fakt, tani në këtë periudhë, akrepët kanë pasur disa problematika të vogla, por vjen një moment tani për ata që kanë lindur me Mërkurin e retrograd nuk ka problem, është nuk bëhet fjalë, është mundësia më e mirë e tyre, por për juve që keni kontrata të hapura, keni çështje lëvizje nga puna, keni gjëra të kësaj natyre, edhe pse do ndodhin këto, por për juve nuk është problem, por do të kërkohet pa kujdes dhe këto janë kalimtare për të zhvilluar, ndryshuar, ndikuar gjërat e juaja. Kështu që nuk ka vend tani për tani, sepse për më vonë pastaj janë tjetër ndikim, sepse ka të bëjë me punën, ka të bëjë me karrierën, ka të bëjë me ndryshim shumë të madh që keni tani tutje, por gjithsesi është një periudhë duket se kjo ditë është pak e ngarkuar më tepër, por kërkohet kujdes. Shkojmë tek shenja radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se fokusoni shumë tek ekonomia dhe kujdes nga shpërdorimi. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe virgjëresh duket të mbara, por me gafore, edhe pse keni pasur një problem, do ta zgjidhni pikërisht këto 2-3 ditë. Por duke filluar nga dita e nesërme para datës 15, gjërat do jenë më ndryshe dhe më mirë për juve të shenjës së shigjetarit. Lidhjet afatgjat janë me virgjëresh. Shkojmë tek shenja radhës, janë bricapët. Për sa përket bricapëve, në qenë se bricapët të duket se kanë një kohë, një hark kohor, në fakt se juve futeni tek shenjat impulsive
të dhjetëçit parë, që ka të bëjnë me ndikimin nga forët peshore, por edhe për 10 parë, por ndërsa ndikimet që kanë të bëjnë tani, është një moment që larg firmosjeve, kontratave ose disa çështjeve që juve keni probleme dhe kërkoni që t'i zgjidhni. Prandaj këtu bëni pakujdes mos më nxitoni në këtë drejtim, por gjithsesi periudha dhe koha është me juve dhe është në favorin tuaj, por duke pasur parasysh ditën e nesërme është pak problem. Shkojmë tek shenja radhës që janë ujorët. Në përgjithësi është, por juve të shenjës së ujorit, edhe gjithë shenjat, dita e nesërme datës 15 është një ditë e vështirë, jo për të bërë qefin apo për të thënë se diçka çfarë do, është e vështirë. Madje kur është në fillim në retrograd ka shumë probleme sepse është një hap mbrapa ose disa gjëra që nuk shkojnë siç duhet, por gjithsesi juve keni mundësinë për të parë se ç'do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me shigjetar është perfektja. Pak vëmendje me dashtë dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqve. Për sa përket peshqve, peshqet duket se tani kanë një moment shumë të mirë, pozitiv në anën ekonomike, pozitiv në gjëra që do të bëjnë, por meqenëse ditën e nesërme është pak e ngarkuar më tepër, po të themi nga ana e punës të tyre, nga ana e shtëpisë, familjes, por të palidhurit ka pak problem, sepse një ndarje që keni pasur para 2-3 ditëve, dhe ju të shenjës së peshqve duket se do ta rregulloni, sidomos me peshore apo me binjak të dhjetëçit të dytë, ku është një mundësi e mirë mbi rregullimin dhe stabilizimin e ndryshimit të madh dhe e çështjeve që do të keni më vonë. Por duke filluar nga dita e sotme, bëni kujdes, mos u nxitoni, mos shkelni në drut kalbur sepse është problem më vonë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh, me shigjetar, duket se janë të mbara, por gjithsesi me binjak ka diçka shumë të madhe. Këto ishin pak a shumë për sa përket datës 15 mars të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, interesoni për bashkim të detajuar mbi gjithçka, bashkim vjetor, mëni sa herë të doni, edhe të shikoni se si funksionon parashkimet dhe duke bler paketën tuaj numër për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj jeni gati për të folur dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video që Astrologu Pikal ngarkon në YouTube, dhe shkojnë të dëgjojnë të parët, atëherë duke na bërë subscribe tek butoni që shkojnë këtu, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe të merrni live përgjigjen. Kështu që edhe gjithçka që neve ngarkojmë online, juve shikoni të parë. Në një rregull, mbarsi, gjithë mira.